Vitin tjetër pasi kompaninë e Blen Kokoneshët janë zhvilluar 2 tendera nafte me vlerë totale 335 milion lek. Vitin 2018 janë prokuroruar 519 milion lek në favor të petrolit të kokoneshëve. Dhe kështu ka vazhduar trendi i blerjes së karburanteve në bashkinë e qeverisur nga Fred Kokoneshi. Sa herë që kishte zgjedhje KQZ i kërkonte prokurorisë të hetonte Kokoneshin për arrestimin që ishte bërë në Itali. Kryetari i bashkisë Divjak dyshohet se ka qenë i përfshirë në veprimtari kriminale të trafikimit të qenieve njerëzore gjatë periudhës ku ka qëndruar aty në Itali. Por Kokoneshi vazhdonte shtonte paratë e tenderave dhe bënte vota për rilindjen. Përveç tenderave, familja Kokoneshi përfitonte para dhe nga AZHBR-ja, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, e cila drejtohej prej korrikut të vitit 2017 nga Frida Kfrica. Kështu Eriona Kokoneshi, bashkëshortja e kryetarit të bashkisë Divjak, ka përfituar gati 90.000 euro për të blerë pajisje dhe makineri për një linjë prodhimi verërash. Ndonse shumë fermerë të zonës kanë aplikuar pranë kësaj agjencie, me sa duket, fakti të qenit bashkëshorte e kryetarit të bashkisë ka ndihmuar në përfitimin e financimit. Vitin 2023 Kokoneshi ka lëshuar vendin Josip Goreas. Ngritja e Goreas në pushtet nuk ishte rastësishme, siç është shitur nga Partia Socialiste. Propaganda e ka përshkruar atë si një fermer me takije në kokë. Për të pamjen që i përkasin një momenti 2 vjet para zgjedhjes në këtë detyrë tradhtojnë pasqyrën e rilindjes. Është ministri ekonomik, kryebashkiaku Kokoneshi dhe biznesmeni Gorea. Gorea është marrë Ramos dhe Ballukut. Ai do të bëjë meme për deklaratën se 12 milion turistë që vinë në Shqipëri do të konsumojnë 12 milion domate apo kastraveca. Këtë ka shprehur gjatë një takimi që kryeministri Edi Rama ka zhvilluar me fermerët e Divjakës. Josip Gorea ashtu si Kokoneshi ka pasur probleme me ligjin. Dyshohet se ka falsifikuar edhe formularin e deklarimit nga dekriminalizimi. Gjithashtu Gorea rezulton se ka pasur apo vijon të ketë aksione në 5 kompani me një prej të cilave ka përfituar edhe 88.000 euro grante nga IPARDI.